Është një hadith i mrekullueshëm. Një ditë, një prej sahabëve me emrin Ebu Hanzala u taku me Ebu Bekrin rrugë, radiallahu anhu, edhe i tha: "O Ebu Bekr, Ebu Hanzala është ba munafik." Subhanallah, që është kjo fjallë? Si po e thu këtë fjallë, u ba munafik Ebu Hanzala. U thët për veti, pra, thotë personi për veti, jam ba munafik. Pse po e thu i gjanë tjilë? Sepse unë kur jam me Rasulullahin alayhi salatu wassalam, dhe kur ai na shpjegon neve për xhennetin dhe xhehenemin, unë jam në një gjendje të tillë shpirtërore që më duket sikur jam të i pa me sy ata që shpjegon ai. Ama kur largohu prej tij dhe kur filloj e marrë me familjen, me punë të dunjas, me shtëpi, me fëmijë e tjerë, e humbi vetë atë gjendje dhe e humbi atë kuptim. Kam frikë se kam rënë dyftyrsi. Për Zotin thët, njëjtën gjë në të përjetu dhe na, i thët Ebu Bekri. Prandaj vajte shkojmë të pyesim Rasulullahin alayhi salam. Edhe shkojnë e pyesin, dhe ja shpjegoj ashtu siç e cituame pak më parë. Dhe pejgamberi alayhi salam i jep një përgjigje madhështore, i thët: "Sikur ju ta ruanit atë gjendje në të cilën ndodheni kur jeni me mua dhe kur ju shpjegoj unë, në qoftë se vazhdimisht ju edhe mos i largoheni prej meje, do ta ruani atë gjendje dhe do ta vazhdoni dhikrin e Allahut në atë mënyrë, melekët do t'ju takoni ju dhe rrugës edhe në llomat tuaja, në shtratin tuaj. Ju do të përshëndetni me melekët, por do t'ju hapshin perde që nuk është në mujtë në jetën normale një po." Kjo është hadith shumë i saktë. Prandaj kur na dobësohet ana kafshërore dhe biologjike, automatikisht rritet ana shpirtërore dhe ana e përbashkët me melek që kena. Rritet njeriu në atë mënyrë sa që i hapen disa perde kuptimit. Prandaj Ramazani është mundësi e mrekullueshme me lexu Kur'anin më shumë edhe me kuptu Kur'anin më shumë.